E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur ngjarjet më të fundit pranë jush. Pak më herët solla një video të një lajmit në fakt që po qarkullon për Mateon dhe Brikenën për raportin e tyre. U komentua si një ndarje, po nga të gjitha informacione që unë arrita që të siguroj për marrëdhënien e tyre, informacionet rezultuan fatmirësisht informacione të bukura. Unë e shoh që Brikena është shumë e dhimbësur në këtë pjesën, sepse po të ishte dikush tjetër, ndoshta për interesin e klikimeve, do ta kishte lënë zërin që të rriteshte më shumë dhe publiku të pyeste ku është Brikena. Por Brikena, për ta vërtetuar që marrëdhënia e tyre është në rregull dhe është marrëdhënie shumë e bukur, ajo ndryshoi foton e profilit në